Me ritme të larta vijon puna për riparimin e linjës kryesore të transmetimit të ujësjellësit, ku si pasojë një defekti të rënd, furnizimi me ujë në qytetin e Vlorës është ndërprer. Prej shumë orësh, strukturat përgjegjëse janë angazhuar pa ndërprerje për riparimin e avarisë dhe rikthimin sa më të shpejtë të shërbimit për qytetarët. Punimet në linjën kryesore të transmetimit me diametër 1000 mm kanë nisur që në momentin e parë të konstatimit të defektit dhe kanë vijuar pa ndalesë përmes disa turneve pune. Në orët e vona, uji i pishëm u rikthye përkohësisht, por për shkak të presionit të lartë u krijuan pamundësi teknike. Kjo situatë ka bërë të mundur vijimin me ritme të punës edhe këtë të diel. Menaxhimi i situatës po kryhet nga specialistë të kualifikuar nën koordinimin e Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizime në bashkëpunim të ngushtë me Ujësjellës Kanalizime rajoni Vlorë. Në krye të grupit të madh që po riparon këtë avari është drejtori i Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve të Shqipërisë, Flauers Shoshi, si dhe drejtori rajonal i Vlorës, Ermal Murati. Gjatë këtyre orëve të vështira për qytetin, ashtu si kundër edhe këtë të diel, në vendin e avarisë ka qenë prezente edhe kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini. Drejtori i Ujësjellës Kanalizime rajoni Vlorë, Ermal Murati, thekson se kushtet ku po punohet janë të vështira dhe se uji i pishëm pritet që të rikthehet në qytet gradualisht. Dje përpoqëm të realizonim furnizimin me ujë të qytetarëve. Arritëm deri në një farë, le të themi, përmirësimit të situatës, por që ishte i përkohshëm. Përsëri presioni i ujit ishte përtej më i lartë se sa mundësi teknike që kishim dhënë për momentin. Duhet të kuptojmë që kushtet ku punohet për riparimin e defektit janë të vështira dhe kemi thënë dhe përsërisim që është një linjë transmetimi e cila është e vetmja në Shqipëri. Kjo nuk do të thotë që nuk do t'i japim zgjidhje, por ka vështirësi për gjetjen e pjesëve për zgjidhjen e problemit. Sot, si që shikoni, jemi në disa fronte, janë ekipet e teknikëve për pjesën e elementëve teknik, për mos përdorur një gjuhë që të cilën duhet ta kuptojnë vetë qytetarët, për rëndësishme për ata është rikthimi dhe furnizimi me ujë, dhe ndërkohë po punohet për instalimin e këtyre pajisjeve brenda tubacionit 1 mish. Shpresojmë që në orët e vona të mesdites të kemi rikthimin e furnizimit me ujë për një pjesë të qytetit të Vlorës. E kemi shpjeguar gjithmonë që qyteti i Vlorës furnizohet nga depot, ndërsa pjesa e Lungomares ka një linjë direkte dhe normalisht do filloj që janë furnizimi me ujë. Ne do të testojmë pas hapi, nuk mund të hapim që gjitha apo të riaktivizojmë që gjitha stacionet sepse mund të vijojmë në një avari sërish të situatës. Shoqëria Ujësjellës Kanalizime rajoni Vlorë është angazhuar për të siguruar furnizimin alternativ për qytetarët dhe institucionet e rëndësisë së veçantë. Njoftojnë qytetarët që ka nevojë furnizimi me ujë në këtë situatë emergjence, se në bulevardin Vlorë Skel do të ofrojnë shërbim autobotet të cilët do të jenë në lëvizje në shërbimin tuaj. Por në dispozicion, shoqëria ka vendosur edhe disa numra telefoni që gjenden në rrjetet e saj sociale. Kërkojmë ndjesë qytetarëve, e kuptojmë shqetësimin. Jemi përpjekur të vënë dispozicion botet sepse kemi ardhur në ditën e dytë apo ditën e tretë të mos furnizimit me ujë. E kemi dhënë prioritet institucioneve të rëndësisë të veçantë dhe pastaj sipas mundësive për pjesën e furnizimit me ujë me bote, që është një zgjidhje alternativë vetëm për momentin. Neve jemi të sigurt që do rikthehet uji qytetarëve. Për kohën dua të jem korrekt, nuk mund të them një kohë fikse, por hap pas hapi duke filluar nga pjesa e zonës turistike Lungomare, furnizimin e depotit qytetit dhe më mbrapa pjesën e banorëve qytetarëve të qytetit Vlorës. Ekipe teknike vijojnë të jenë në teren, duke punuar me intensitet maksimal për përfundimin e riparimit dhe rikthimin gradual të furnizimit normal me ujë.